Momenti më i mirë dhe më krenar në vitin 2025 ka qenë kur e kom marrë vesh që kom fitu bursën Lulzojnë apo Falinda Drejta Karahoda. Kjo bursë mban emrin e një gruaje e cila me punën e saj ka eduku dhe arsimu shumë gjenerata të reja. Tu e marrë parasysh që familja saj e ka kriju këtë bursë për me nderu jetën, vlerat dhe punën e saj bën edhe ma domethënëse dhe ma çmuar për mu. Ndihem shumë e nderuar që bursa ime mban emrin e Falinda Drejta Karahoda, edhe kjo bursë nuk është vetëm një mbështetje financiare për mu, po edhe një motiv i madh për me vazhdu rrugtimin tim me shumë përkushtim dhe përgjithësi. Unë kom zgjedh me studiu mjekësinë, pra më bë mjeke, ka qenë ëndra jeme prej që jom kohën e vogël, mi ndihmu njerëzve, mi pa njerëzit u bësqeshja dhe kom pa që vetëm përmes mjekësisë muj me bo këtë gjë. Është një profesion që më bën mu shumë përmbushën edhe më bën mundi mirë, edhe menoj që në të ardhmen Kosova ka shumë nevojë për mjek që mi shëru njerëzit edhe me dhon kontributet në këtë fushë. Punë vullnetare mendoj që është shumë e rëndësishme më marrë për shumë arsye. Puna vullnetare ndihmon njerëz të shumt edhe mendoj që ngrit edhe cilësinë e jetës në komunitetin ton. Gjithashtu edhe pasuron CV-n ton dhe mundesh me apliku në punë të ndryshme sepse puna vullnetare sot vlerësohet shumë edhe çmohet. Po ashtu edhe përmes punës vullnetare mundesh me kriju një network me njerëz të shumt që në të ardhmen kanë me të ndihmu. Kursistëve të ardhshëm vi kisha thonë që të studiojnë sa më shumë, të jenë të përkushtuar në fushën e studimeve të tyre, po përveç kësaj edhe ju kisha propozuar dhe më marrë me punë vullnetare, për shkak që jo vetëm që ju kishë ndihmu në fushën e studimit tyre, po edhe ju kishë ndihmu edhe njerëzve tjerë.